Në forumin e sigurisë në Munich, drejtuesit kryesorë evropian reflektuan mbi një realitet të ri që politik ku aleancat tradicionale nuk konsiderohen më të garantuara. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen theksoi se janë të kaluar kufi që dikur konsideroheshin të paprekshëm, duke lënë të kuptohet se besimi i dikurshëm mes Europës dhe Shteteve të Bashkuara nuk është më i njëjti. Raportet mes dy brigjeve të Atlantikut janë tensionuar që pas rikthimit të Donald Trump në White House, ndërsa retorika për çështjet territoriale përfshirë edhe idenë për të aneksuar Grenlandën, ka rritur shqetësimin në kryeqytetet europiane për seriozitetin e angazhimit amerikan ndaj mbrojtjes së kontinentit dhe detyrimeve të NATO-s. Në përpjekje për të shqetësuar aleatët, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio përdori një gjumë diplomatike dhe theksoi gatishmërinë për bashkëpunim me Europën, megjithatë fjalimi i tij u perceptua si i kufizuar në garanci konkrete, duke shmangur tema thelbësore si roli i NATO-s, lufta e Rusisë kundër Ukrainës dhe arkitektura e përbashkët e sigurisë. Me konfliktin në Ukrainë që po zgjatet dhe perceptimin e një kërcënimi nga rritja nga Moska, vendet europiane po rishikojnë strategjinë e tyre të mbrojtjes. Udhëheqësit e kanë sinjalizuar rritjen e buxhetit ushtarak, investime në industrinë e armatimit dhe koordinime më të mëdha mes tyre, me synim për të mos mbështetur ekskluzivisht te mbrojtja amerikane. Në Munich, kancelari gjerman Friedrich Merz, presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministri britanik Keir Starmer u shprehën në favor të krijimit të një shtylle europiane më të fortë brenda NATO. Sipas tyre, një Europë me aftë për të garantuar vetë sigurinë nuk është vetëm një domosdoshmëri strategjike, por edhe një mënyrë për të mbrojtur nga çdo ndryshim i papritur i politikës amerikane në të ardhmen. Mes pasigurive globale, mesazhi nga Muniu ishte i qartë: Europa synon të mbetet pjesë e aleancës me SBA-n, por njëkohësisht po përgatitet të qëndrojë më shumë në këmbët e veta.